Lidhja demokratike po mban kuvendin e jashtëzakonshëm, vendoset për fatin e Lumir Abdigjikut. Rënohet hoteli Jezero afër liçenit Ujmanit. Deri më tani aty janë rënuar 17 objekte në pronë publike. Vetëvendosje në Prishtinë dorëzon kallëzim penal në prokurorinë speciale kundër kryetarit të komunës Përparim Rama. Mirëmbrëma. Përderisa po vazhdojnë gërmimet në Kalludër të Zubin Potokut për varrez masive, burimet të televizionit publik bëjnë të ditur se deri më tani janë gjetur mbetjet mortore të 6 trupave në këtë zonë malore. Ushtruesja e detyrës e presidentes Albulena Agjiu gjatë vizitës në vendin ku po kryen gërmimet, i bëri e thiri faktorit ndërkombëtar të ushtrojë presion ndaj Serbisë për hapjen e arkivave, ndërsa kryeprokurori i prokurorisë speciale Blerim Yusufaj theksoi se vetëm analizat e ADN-s do ta konfirmojnë identitetin e viktimave. Gërmimet e sotme kanë quar në 6 numrin e trupave të gjetur në zonën malore të fshatit Kalludër në Zubin Potok bëjnë të ditur burimet të televizionit publik. Me thirrje për ruajtjen e integritetit të hetimeve dhe kujdes në deklarimet publike kanë vazhduar gërmimet, të cilat nisën 2 ditë më parë në vendin ku u gjetën mbetje mortore njerëzore, për të cilat dyshohet se i përkasin grupit të intelektualëve të Mitrovicës. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Agjiu, e cila vizitoi vendin ku po zhvillohen gërmimet, i bëri thirrje faktorit ndërkombëtar që të ushtrojë presion mbi Serbinë për hapjen e arkivave. Nuk mund të ketë paqe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për sa kohë kemi varret fshehura, për sa kohë kemi arkiva të mbyllura dhe për sa kohë kemi mohim të vërtetës nga ana e Serbisë. Në këtë rast bëj thirrje nga partnerët ndërkombëtar që t'i bëjnë presion Serbisë që të hapë arkivat. Ju e dini që janë mbi 1500 persona për cilët edhe familjet presin të dinë se ku janë trupat e tyre, por edhe institucionet e Republikës Kosovës që kanë bërë një përkushtim maksimal. Agjiu tha se çështja e personave të zhdukur me dhunë mbetet një plagë e hapur edhe më shumë se 25 vjet pas përfundimit të luftës. Kryeprokurori i prokurorisë speciale Blerim Yusufaj konfirmoi edhe një herë se mbetjet e gjetura janë njerëzore. A i tha se identifikimi i viktimave do të marrë kohë pasi eshtra do t'i nënshtrohen analizave të ADN-s. Ky proces mund të zgjatë, nuk mund të themi se kur përfundojnë. Ajo që ka shumë rëndësi është se identifikimi merr kohë dhe kërkon standard për të marrë dhe për të identifikuar pastaj përmes ADN-s secilin trup. Yusufaj theksoi se prokuroria speciale do të zbatoj procedura profesionale dhe të panshme me qëllim që të sigurohet një proces i besueshëm dhe me respekt maksimal për viktimat dhe familjarët e tyre. Mos deklarohemi shumë për rastin, sepse akoma gjithçka është herët dhe deklarimet në publik mund ta dëmtojnë procesin e hetimit e natyrisht dhe mund ta devijojnë. Ende nuk dihet se sa do të zgjasin gërmimet dhe hetimet. Paralelisht po zhvillohet edhe procedura penale ndaj 2 të arrestuarve, të dyshuar për krime lufte kundër popullsisë civile në rajonin e Mitrovicës në vitin 1999. I gjithë perimetri është siguruar nga forcat të shumta të policisë së Kosovës, ndërsa në vendin e ngjarjes ishin të pranishëm edhe përfaqësues të EULEX-it. Në prill të vitit 1999 u zhdukën 23 civil shqiptar, mes tyre mjek, profesor, avokat dhe intelektual të tjerë, fati i të cilëve ende mbetet i pasbardhur. Ndërkohë, Bashkimi Evropian ka konfirmuar se ekspertët e forenzikës të EULEX-it kanë asistuar Institutin e Mjekësisë Ligjore të Kosovës në vlerësimin e lokacionit ku dyshohet për varrez masive në Zubin Potok. BE rithekson se zbardhja e fatit të personave të zhdukur mbetet një nga elementet kyçe të dialogut të lehtësuar nga BE-ja. Bashkimi Evropian ka porositur se ndihma për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur mbetet një element shumë i rëndësishëm i dialogut. Një zëdhënës i Komisionit Evropian konfirmoi se më 28 korrik, ekspertët forenzik të ekipit të mjekësisë ligjore të EULEX-it asistuan kolegët e tyre nga Instituti i Mjekësisë Ligjore në vlerësimin e një lokacioni në Zubin Potok me qëllim identifikimin e një vendi të mundshëm
të një vari të pashënuar me persona të zhdukur. EULEX-i nuk zhvillon asnjë hetim penal, pasi kjo është në kompetencë të autoriteteve të Kosovës, konfirmoi zëdhënësi i Komisionit Evropian. Ky zyrtar theksoi se Komisioni i Përbashkët për Personat e Zhdukur, i themeluar në kuadër të dialogut e në bazë të deklaratës së miratuar në vitin 2023, ekziston për të mbikëqyrur zbatimin e kësaj deklarate, për të ndihmuar në sqarimin e fatit të personave që ende rezultojnë të zhdukur dhe për të ofruar familjeve dhe të afërmëve të tyre përgjigje për fatin e më të dashurve të tyre. Ndihma për të zbardhur fatin e personave që ende rezultojnë të zhdukur nga konflikti mbetet një element shumë i rëndësishëm i dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, tha zëdhënësi i Brukselit. Bashkimi Evropian konfirmoi gjithashtu se ka ofruar finansim për Institutin e Mjekësisë Ligjore të Kosovës në mbështetje të këtyre përpjekjeve. Ndrojmë tani temë, Lidhja Demokratike e Kosovës po e mban kuvendin e jashtëzakonshëm të thirrur pas kërkesës së delegatëve për shkarkimin e kryetarit aktual Lumir Abdigjiku. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku e ka cilësuar si ditë jo të lehtë kuvendin e jashtëzakonshëm dhe nismë të gabuar. Te vendi ku po mbahet kuvendi kemi gazetaren Elmina Osmani. Elmina, mirëmbrëma, të përshëndes. Më thuaj nëse ka diçka të re nga zhvillimet e punimeve në kuvendin e jashtëzakonshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Atëherë 327 delegat të Lidhjes Demokratike të Kosovës nga 355 sa janë mbledhur sot në këtë shumë pas paknasive të disa degëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kërkesës së tyre për shkarkim të kryetarit aktual të LDK-s Lumir Abdigjiku. Para nisjes së punimeve, Abdigjiku ka mbajtur një fjalim para këtyre delegatëve dhe ka thënë se është hera e parë në histori të LDK-s, pra që LDK kuvend për të shkarkuar e jo për të zgjedhur. Ka thënë se përgjegjësia për zgjedhjet e fundit dhe numrin e dobët të LDK-s që arriti në këto zgjedhje bie mbi të gjithë delegatët, pasi që sipas tij ata nuk kanë marrë pjesë në mbledhje të lidhjes fushata, por tani po mblidhen këtu për të shkarkuar, pra për të kërkuar shkarkimin e kaftuar të gjithë që në demokraci të plot, pra të drejtuar dhe ka thënë se po e vë fatin e tij para të gjithë delegatëve të këtij kuvendi. Ai ka ftuar për një frymë rrugoviane për të cilën ka thënë se ka nisur kjo parti politike dhe ka thënë se duhet të vazhdohet në atë frymë dhe se ka thënë se do të mbaj përgjegjësi para secilit delegat i cili pra ka punuar për Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe për të arritur kjo pak më lart. Ndërkaq ka thënë se nuk është e udhës që pra të kërkoj shkarkimi i tij pasi Kosova gjendet para një zgjedhje është dhe konstituimi i institucioneve që pritet të nisë javën e ardhshme. Abdigjiku ka thënë se në rast të shkarkimit të tij edhe Lidhja Demokratike rrezikon të shkojë në zgjedhje ashtu siç rrezikon vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, pra që sipas tij nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje për presidentin e vendit. Elmina, ende nuk ka ndonjë të re ende nuk ka ndonjë të re për lidhur me votimet, pasi që janë 327 delegat të cilët do të votojnë e më pas votat do të numërohen. Ne do të jemi këtu për të ju njoftuar për të gjitha të rejat sa i përket këtij kuvendi zakonshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Të falenderoj për këtë paraqitje, Elmina. Jemi në kontakt përsëri për 3 javë e fundit. Pas më shumë se 5 vitesh në krye të LDK-s, Lumir Abdigjiku sot do ta ketë një nga përballjet më të mëdha për pozitën e tij drejtuese. 355 delegatët e partisë do ta përcaktojnë fatin e kreut të LDK-s e bashkë me të edhe drejtimin e partisë. Njohës të fushës potencojnë se kjo nismë për shkarkimin e Abdigjikut është më shumë revolte e degëve ndaj tij, pasi thonë se partia nuk ka një emër konsensual për kryetar. Analistët thonë se përplasje qëndrimesh në LDK do të ketë edhe nëse në krye të partisë vendoset dikush tjetër. Që nga marsi 2021 kur mori drejtimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku sot do ta ketë një ndër përballjet më të mëdha për pozitën e tij udhëheqëse. LDK sot përcakton fatin e tij në parti e bashkë me të edhe drejtimin politik që do ta ndjekë më tutje. 148 delegat kanë dhënë nënshkrimet e tyre për thirrjen e këtij kuvendi me kërkesë shkarkimin e Abdigjikut.
Megjithatë, vendimi përfundimtar nuk varet vetëm nga ta, pasi janë gjithsej 355 delegat, të cilët sot do ta thonë fjalën e tyre. Grupi të pakënaqurve brenda LDK-s arsyen e shkarkimit të Abdigjikut e lidhin me rezultatet zgjedhore dhe nevojën për një ndryshim në drejtimin e partisë. Sipas njohësve të politikës, kjo është më shumë një revolte e delegatëve kundër Abdigjikut, pasi sipas tyre partia nuk ka një emër konsensual për ta vënë në krye të saj. Deri në këto momente do të rivaliteti po zhvillohet në këtë mënyrë, kemi një grup të cilët janë të pakënaqur me punën e Lumir Abdigjikut, por aktualisht nuk kanë arritur që ta nxjerrin një lider sipërfaqësues të tyre, se me këtë do të dëshironin ta zëvendësonin Lumir Abdigjikun. Pra dallon ky konflikti sot brenda lidhjes demokratike të Kosovës, ndërmjet dy skizmave tjera që kishin ndodhur, siç mbahet mend, do thotë në kohën kur Nexhat Daci ishte ndarë nga lidhja demokratike e Kosovës, dihet edhe konflikti ishte Sejdiu Daci, apo në rastin e zonjës Vjosa Osmani, e cila u konfrontu me grupin e Isa Mustafas. Duke parë përplasjet brenda LDK-s, njohësit e fushës shprehen skeptik se kjo parti mund të kontribuojë pastaj në formimin e institucioneve të reja bashkë me lëvizjen vetëvendosje. Pavarësisht atyre deputetëve që i ka, mund të pritet që të njëjtit mos jenë unik në raport me ofertat që do t'ua bëj lëvizja. Unë jam i bindur që do t'ua bëj lëvizja vetëvendosje lidhjes demokratike të Kosovës. Lidhja demokratike nuk ka numra të mjaftueshëm dhe nuk janë ata numra kompakt që votojnë krijimin e qeverisë dhe krijimin ose zgjedhjen e presidentit të vendit. Kjo njoftoj se unë posa dhash dorëheqje. Dorëheqja e Isa Mustafës pas humbjes së zgjedhjeve parlamentare të 2021-s ja pati hapur rrugën një procesi të ri brenda partisë më të vjetër politike në vend. Sot po e hapim një faqe të re të rrugtimit ton politik. Abdigjiku atkohë pati marrë besimin e strukturave të partisë. Megjithatë, rezultati i zgjedhjeve parlamentare të 2025-s krijoi pakënaqësi brenda partisë. Si rrjedhojnë anëtar të këtij viti, Abdigjiku u përball me një proces vot besimi nga i cili arriti ta ruaj pozitën e kryetarit. Përgjithësi penale krahasuar me zgjedhjet lokale. Kjo nuk është. Grupi i Asambleistëve të Lëvizjes Vetëvendosje në Prishtinë ka dorëzuar kallëzim penal në prokurorin speciale kundër kryetarit të komunës së Prishtinës Përparim Rama dhe zyrtarëve të lartë të kabinetit të tij. Sipas këshilltares komunale Berita Abazi, kallëzimi bazohet në një sinjalizim anonim që përmban komunikime ku pretendohet për legalizime të jashtëligjshme të objekteve. Grupi Asambleistëve i Lëvizjes Vetëvendosje në Prishtinë ka dorëzuar kallëzim penal në prokurorinë speciale ndaj kryetarit të komunës së Prishtinës Përparim Rama dhe zyrtarëve të lartë të kabinetit të tij. Këshilltarja komunale Berita Abazi tha se grupi Asambleistëve ka pranuar një email nga një sinjalizues anonim, i cili përmban mesazhe ku flitet për legalizime të jashtëligjshme, kompani ndërtimi dhe shuma të mëdha parash. Në këto mesazhe, personi i cili komunikon me një person tjetër anonim është pikërisht shefi i kabinetit të kryetarit Përparim Rama. Në këto biseda, personi në fjalë, përpos që përmend kompani ndërtimi, përmend objekte ndërtimi, ai përmend edhe shuma si dhe vetë pretendon se këto legalizime janë tërësisht të jashtëligjshme. Abazi tha se ka bazë të mjaftueshme që institucionet e drejtësisë të merren me këtë rast. Kjo është një skandal i madh. Këto keqpërdorime, këto legalizime të jashtëligjshme janë kriminalitet i nivelit të lartë. Në këtë drejtim, është detyrë e prokurorisë që të hetoj dhe të vërtetoj nëse këto pretendime të sinjalizuesit janë të vërteta. Ajo çka për ne është jashtëzakonisht shqetësuese, është fakti sepse flitet për ndërtues, flitet për objekte të cilat lehtë janë të verifikueshme. Ndërkohë nga komuna e Prishtinës, duke mos dashur të komentojnë këtë çështje, jo zyrtarisht kanë thënë se do të bashkëpunojnë me institucionet e drejtësisë për çkado që kërkohet. Inspektorati i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës me mbështetjen e Policisë së Kosovës ka vazhduar aksionin për rënimin e objekteve të ndërtuara në pronë publike përgjatë liçenit të Ujmanit. Në kuadër të këtij aksioni është rënuar një hotel i ndërtuar pa leje. Aksioni është ndërmarrë pas kadimit të afatit vendosur nga Iber Lepenci për shfrytëzuesit e objektit që ta lirojnë pronën për cilën ndërmarrje ka deklaruar se është uzurpuar. Ministria në detyrë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Fitore Pacolli ka njoftuar se deri më tani përreth liçenit të Ujmanit janë rënuar 17 objekte dhe se ky aksion do të vazhdojë dhe do të shtrihet edhe në pjesë të tjera të Kosovës.
Nën masa të shtuara sigurie dhe me asistimin e policisë së Kosovës, punonjësit e ndërmarrjes publike hidroekonomike Ibër Lepenci dhe Inspektoratit të Ministrisë së Mjedisit nisën në mëngjes rënimin e motelit Jezero në afërsi të Zubin Potokut. Aksioni u zhvillua pasi kishte skaduar afati që Ibër Lepenci u kishte dhënë shfrytëzuesve për lirimin e pronës publike përreth liçenit të ujmanit. Ka të bëjë me vendim qeveritar, që është i shpallur qysh në vitin e kaluar si zone mbrojtore dhe natyrore, dhe ka të bëjë edhe me shkelje të dispozitave ligjore në fuqi në kuadër të ligjit për mbrojtjen e ujrave dhe udhëzimeve paraprake për mbrojtje të ujrave sipërfaqësore dhe sanitare. Pas përfundimit të rënimit, Ministria në Detyrë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor njoftoi se deri më tani janë rënuar gjithsej 17 objekte të ndërtuara pa leje përreth liçenit të ujmanit. Në një postim në rrjetet sociale, Pacolli tha se aksioni do të vazhdojë edhe në pjesë të tjera të vendit, duke theksuar se institucionet nuk do të bëjnë kompromis në mbrojtjen e pronës publike dhe zbatimin e ligjit. Aksioni i sotëm është vazhdim i operacionit të nisur me 21 korrik kur u rënuan 19 objekte të ndërtuara pa leje në pronën e ndërmarrjes Ibër Lepenci. Kryeshefi ekzekutiv i ndërmarrjes Faruk Mujka kishte bërë të ditur se pronarët ishin njoftuar me 3 korrik për t'i liruar objektet. Meqense se afati nuk ishte respektuar, ndërmarrja kërkoi ndërhyrjen e inspektoratit për ekzekutimin e vendimeve. Mujka më herët kishte deklaruar se numri i saktë i objektive të ndërtuara pa leje në këtë zonë ende nuk është i përcaktuar, por se deri tani janë identifikuar mbi 80 ndërtime pa leje, duke paralajmëruar se aksioni për rënimin e tyre do të vazhdojë edhe në ditët në vijim. Nga 1 shtatori, Inspektorati Qendror i Punës do të nisë zbatimin e një sistemi tërësisht digital për kryerjen e inspektimeve në Kosovë me synim rritjen e efikasitetit dhe transparencës në procesin e mbikëqyrjes. Vendimi është bërë i ditur nga Ministri në Detyrë për Punë Andin Hoti, i cili ka njoftuar se inspektimet do të dokumentohen në kohë reale përmes platformave digjitale. Pjesë e reformës do të jetë edhe përdorimi i dronëve për kontrollin e kantiereve dhe vendeve të punës me rrezik të shtuar në përputhje me legjislacionin në fuqi. Në Prishtinë është hapur panajiri i gruas, si organizuar nga Oda Ekonomike e Kosovës, ku sot dhe nesër prezantohen produkte unike, biznese të suksesshme, inovacione dhe histori frymëzuese nga gra sipërmarrëse nga i gjithë Kosova. Në ceremoninë e hapjes, Ministria në Detyrë e Tregtisë Mimoza Gusari Lila ofroi mbështetje për fuqizimin ekonomik të grave. Pas çdo produkti të ekspozuar, fshihet një histori guximi, punë dhe këmbgulje. Në Prishtinë, gratë ndërmarrëse nga mbar Kosova, por dhe nga rajoni, janë bërë bashkë në panajirin e gruas për të prezantuar bizneset e tyre, për të zgjeruar tregun dhe për të krijuar ura të reja bashkëpunimi. Shkodre. Prej Shkodre, pas ke ardhur gjatë? Për ju boni Shkodre, për zotën gjatë bë. Po, për 2 ditë keme qenë këtu, a? Po, për 2 ditë. Një shumë mirë. Për pjesëmarrëset, ky panajir është më shumë se sa vend ekspozimi. Ai ju ofron mundësi të promovojnë produktet, të lidhen drejt për drejt me konsumatorët, të krijojnë partneritete të reja dhe të rrisin potencialin e bizneseve të tyre në një treg gjithnjë e me konkurrues. Për ne, bizneset edhe për konsumatorët, të cilët mund të vinë direkt të shohin produktet, të marrin informatat prej vetë ne, edhe gjithashtu mund të krijohen edhe rrjetëzime të shumta. Rritet shitja, merren numrat e kontaktit, domethënë është panajiri që ja vlen shumë. Mbështetja për gratë ndërmarrëse mbetet një nga prioritetet e institucioneve. Përmes skemave të granteve dhe mekanizmave të rinj për inovacion, synohet krijimi i më shumë mundësive për gratë dhe vajzat që duan të ndërtojnë ose zgjerojnë bizneset e tyre. Tashmë në kuadër të Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, në kuadër të Agjencisë së Re për Ndërmarrësi dhe Inovacion, do të jetë edhe divizioni i veçantë për gratë ndërmarrëse. Divizion që synon ndërlidhjen e politikbërjes me ekzekutimin dhe asistencën teknike të drejt për drejt për gratë ndërmarrëse në Republikën e Kosovës. Përfaqësuesit e Odës Ekonomike të Kosovës vlerësojnë se fuqizimi i grave në sipërmarrje nuk është vetëm çështje biznesi, por një domosdoshmëri për zhvillimin ekonomik të vendit. Pas çdo produkti mshihet në inovacion, mshihet në punë e madhe që është bërë për ta krijuar produkt dhe ne si Odë Ekonomike e Kosovës e vlerësojmë rolin e gruas në zhvillimin ekonomik të vendit.
Ky panajer do të jetë i hapur edhe të premten, ku nuk prezantohen vetëm produktet, por edhe ide për kushtim dhe histori suksesi që dëshmojnë se gratë po zënë një rol gjithnjë e më të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës. Ju apërcjell tani të tjera zhvillime të ditës. Në Lashtic të Gjilanit u përërua obelisku i ushtrisë qlirimtare të Kosovës si simboli kujtesës historike dhe i sakrificës për lirinë e Kosovës. Në ceremoni u theksua se memorialet ruajnë historinë e luftës qlirimtare dhe përcjellin vlerat e saj tek brezat e ri. Çdo memorial i UÇK-s konsiderohet gurthemeli në kujtesën historike të kombit dhe një urë që lidh brezat me të kaluarën. Në ceremoninë solemne të përurimit të obeliskut të UÇK-s në Lashtic të Gjilanit, u tha se liria nuk ishte dhuratë, por rezultati i gjakut, mundit dhe sakrificës së bijve dhe bijave të Kosovës. Në gjithë territorin e Kosovës, bijtë e bijat më të mirë u rreshtuan rreth këtyre 3 shkronjave dhe asjellën lirinë a dheut. Në këtë ditë i kujtojmë gjithë ata në cilën periudhë kohore të historisë të popullit dhe të kombit që ka luftu, që ka sakrifiku dhe që ka bërë diçka për të ardhur deri këtu. Në ceremoninë e përurimit morën pjesë edhe deputet të Kuvendit të Kosovës. Ata thanë se 3 shkronjat e UÇK-s nuk përfaqësojnë vetëm një emërtim ushtarak, por mishrojnë historinë e qëndresës, guximit dhe sakrificës për liri. Vërtet, këto 3 shkronja për ne janë themeli i lirisë tonë. Janë historia jonë më e lavdishme. Historia jonë për të cilën shumë breza luftuan, ran, u burgosën, u maltretuan. Kush i kontrollon pikat e lardha, e kontrollon edhe pjesën jashtë. Po edhe kush është në pikat e lardha, të tjerët e shohin lartësinë e asaj pike. Me rastin e ngritjes së obeliskut të UÇK-s u tha se memorialet kanë rëndësi të veçantë për ruajtjen e kujtesës historike dhe përcjelljen e saj te brezat e rinj. Flasim tani për sport. Ballkani kërkon të bëhet skuadra e radhës nga Kosova që avanson tutje në garat kualifikuese në Ligën e Konferencës. Skuadra nga Teranda do të jetë një koqire bohemian në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë, ku synon për mbysjen e madhe pas disfatës 2-1 javë më parë në kryeqytetin irlandez. Ndeshja zhvillohet nga ora 20 dhe transmetohet drejt për drejt në radio-televizionin publik të Kosovës. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion qendror lajmesh të nderuar teleshikues. Ju falenderojmë për vëmendje. Bashkë miropafshi.